Përshëndetje, mirë se po takohemi në rubrikën Pringëllishës. Me që jemi afër festës së Bajramit, sot kam vendosur të sjellë një recetë që është e përshtatshme për këtë festë, baklava me pudingun dolcella dhe reçelin e vishnjeve. Përbërës janë petët e gatshme të baklavës, pudingu dolcella, sheqeri, vishnje të ngrira, qumshti dhe sheqeri pluhur pastaj për dekorim. Gjithashtu edhe buteri i shkrirë. Si fillim, petët e baklavës do t'i palosi në këtë mënyrë. Dhe do t'i vendosi sipër gjalpë të shkrirë. Gjalpa është shkrirë. Dhe tani, petët po I lyejmë me gjalpën e shkrirë. Do të vazhdoj kështu me të gjithë masën e gjalpës. Janë 50 gram gjalpë shkrirë. Ndërsa ju petët mund të vendosni sa të doni, ti përdoni. Tani petët e baklavës do t'i vendosi në furrë për pjekje në 200 gradë derisa të marrin ngjyrën e artë. Tani po vazhdoj me përgatitjen e reçelit të vishnjeve. Unë kam përdor vishnje të ngrira, ju mundeni edhe të freskëta nëse keni. Sipër do të vendosi sheqer. Unë I kam përdor 3 lugë, por ju varësisht prej shijes mund t'i shtoni më pak ose më shumë. Do të vazhdoj kështu t'i përziej derisa masa të bëhet reçel. Tani po e lë reçelin që të zihet derisa ta përgatis pudingun dolcella. Një tenxhere, 500 ml qumsht I vendosi, për cilave 6 lugë të gjellës I lë për tretjen e pudingut. Pudingut ja shtoj 3 lugë gjellës sheqer. Me tel kuzhinës. Sekreti për t'ju dalë pudingu I mirë është nëse tretët mirë. Po pres derisa të floj qumshti për t'ia shtu pjesën e tretjes së pudingut. Edhe reçeli pothuajse është afër përfundimit. Tani mund t'ia shtoj tretjen e pudingut. Dhe vazhdoj me përzierje derisa të trashet. Petët janë gati. Presim pak derisa të ftohen dhe I grimcoj me duar. Petët po I vendosi në një enë për të ftohur më shpejt dhe prej këtu I grimcoj. Petët janë ftohtë dhe tani po I grimcoj me duar. Tani po vazhdoj me servirjen. Petat e grimcuara. Tani po shtoj reçelin. Dhe sipër përsëri copsa të petave të baklavës.
fund do t'i hedh sheqer pluhur. Dhe ja, kjo është receta për sot. Urime festa dhe ju bëft mirë nëse e provoni. Shihemi në edicionin tjetër.